SNA ka mësuar ekskluzivisht ditën e sotme, se është vënë në pranga gazetari Gjobaxhi, Elio Laze. Sipas informacioneve të siguruara nga SNA, gazetari është arrestuar pasi kishte vënë gjop një zyrtarit të shtetit. Elio Laze është një nga veglat e një biznesmeni të shumë përfolur për lidhjet e tij me Erion Veliajn, dikur gazetar në Ora News, që sulmonte kryebashkiakun e Tiranës, më pas gëlltiti një lugë çorb të prishur, të cilën me sa duket e volli sot kur e arrestoi policia e shtetit. Laze u ble nga Veliajn, megjithatë nuk i shërbeu as atij, pasi nuk është hera e parë që Laze arrestohet. Pseudogazetari që bleu Veliaj u kap me drogë dhe armë në vitin 2022, në vend që t'i shërbente Veliajt, ky i fundit duhej ta nxirrte nga burgu. Më pas me ndërhyrje të forta politike, është çuar në spital dhe nuk ka bërë asnjë ditë burg. Megjithatë, këto nuk janë veprat e vetme penale që ka kryer pseudogazetari Elio Laze, të cilat SNA i ka raportuar edhe më herët. Në vitin 2023, Laze është dënuar nga gjykata për shpifje, gënjeshtra dhe fyerje. Kamikazi Laze ka bërë sulme të shumta ndaj SNA-s, ndaj stafit dhe ndaj editorit, por si gjithmonë, ne ndoqëm një rrugën ligjore. Laze mori përgjigjen që meritonte. Me vendim gjykate u shpall shpifës, mashtrues dhe fyes. Ndaj Lazes ka 10 kallëzime. Së fundi është kallëzuar edhe nga SNA dhe gazetari Elvi Fundo. Për Lazen ka kallëzime nga 10 biznese dhe individ. Mësohet se një tjetër kallëzim është bërë dhe nga deputeti i Partisë Demokratike Belind Këlliçi për shpifje, fyerje të cilat bëhen nëpërmjet portaleve të tij online, portale pas të cilëve fshihej për të vendosur gjoba ndaj zyrtarëve.